Regjimi në Iran ka ekzekutuar të hënën 7 persona, përfshirë 3 burra të dënuar në lidhje me protestat e janarit në qytetin Mashhad. Lajmin e kanë bërë të ditur grupet e të drejtave të njerëzit, sipas të cilave të paktën një nga personat u ekzekutua pa prova të besueshme. Arrestimet dhe ekzekutimet në Iran, sidomos ato në lidhje me protestat që nisën dhjetorin e kaluar për shkak të kostos së jetesës, kanë ardhur në rritje. Sipas gjyqësorit të Republikës Islamike, 2 nga të dënuarit të moshave 25 dhe 21 vjeç u varën në burgjet ku ishin mbyllur për akuzën e veprimit si agent të Mosadit izraelit. Autoritetet nënvizuans të 2 ata kishin organizuar rigjinë e protestave në distriktin Tabarsi të qytetit dhe ishin përfshirë në vrasjen e një antari të forcave të sigurisë gjatë razirave. Një person i tretë u var bashkë me ta për akuzën e organizimit të problemeve me rendin në të njëjtën zonë. Agjencia e Lajmeve Farse, menaxhuar nga Garda Revolucionare, raportoi se qytetari në fjalë kishte marrë pjesë në protestë i pajisur me një shpatë artizanale dhe kishte përdorur bomba molotov. Gjyqësori iranian citoi rrofimin e tij si provë, por një burim në dieni të çështjes tha për grupet e shoqërisë civile se viktima i kishte pranuar akuzat vetëm pasi ishte rrahur e torturuar. Agjencitë e sigurisë kishin bërë presion familjes së tij që të qëndronte e heshtur me premtimin se mund të reduktohej dënimi nëse nuk e publikonte rastin.